transformimi i madh po vjen për këto 3 shenja të horoskopit. Në këtë fazë të tranzicionit, 3 shenjat e zodiakut kanë më shumë gjasa të përjetojnë transformime rrënjësore emocionale, mendore dhe shpirtërore. Akrepi, Ujori dhe Peshqit janë përballë një kapitulli të ri. Akrepi. Për vite me radhë ke mbajtur një barë emocionale, të cilën tani po i lë pas. Do të rilindesh përmes ndryshimeve të papritura që do të bëjnë të kuptosh modele toksike, me të cilat ke vepruar dhe nga të cilat do duhet të heqësh dorë. Deri në fund të muajit, jo vetëm që do të kesh ndryshuar, por do të shndërrohesh në versionin më të mirë të mundshëm të asaj që ti je. Ujori. Transformimi yt ka qenë i ngadalt, por i thellë. Majin e ndjen si një val zgjimi ku nuk je më pengi së kaluarës. Po i sheh gjërat me sy të ri dhe më në fund e kupton kush je dhe çfarë do një kthese papritur mund të lërë pa fjalë, por është pikërisht ajo që të duhet për të kaluar në nivelin tjetër të jetës tënde. Peshqit. Ti gjithmonë ke ndier më shumë se të tjerët, por këtë muaj intuita jote është superfuqia jote. Energjitë e reja planetare do të shtyjnë të zbulojnë të vërtetat e tua të brendshme, duke të çuar drejt një paqeje që nuk e ke përjetuar prej kohësh. Mëso të thuash jo pa ndier faj dhe të ndjekësh rrugën tënde. Ky muaj është për ty. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.